Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi tek Allahu Azza wa Jall, paqja e lavdërimit të tij qoftë mbi vulën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve të ecësh mbi gjurmët profetike dhe kemi ndaluar ke tema e 12 për cilësive të Zotit subhanahu wa taala është pra durimi. Allahu subhanahu wa taala është i durueshëm me robët e tij. Nderuar vëllezër e motra besimtarë dhe besimtare, duke përfituar nga këtë rast në muajin e Ramazanit, lutim Allahun Azza wa Jall që të na shtojë durimin dhe na bëj për njerëzve durimtar dhe që arrin shpërblimin e plot tek Zoti subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir", askush nuk është si ai, si Zoti i gjithësisë, pra ai është dëgjuesi, shikuesi. Pra për cilësive të Zotit subhanahu wa taala është se ai është i pangjashëm, i parakrahasueshëm me krijesat e tij. Ai shikon dhe dëgjon çdo gjë dhe gjithçka, pra shikimi dhe dëgjimi i tij nuk ka kufi dhe nuk i përngjan atyre të krijesave dhe nuk i shëmbullon atyre. Në hadithin që transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu min Allah." Askush nuk është më i durueshëm se sa Allahu Azza wa Jall. Askush nuk është më i durueshëm se sa Allahu Azza wa Jall ndaj të keqes që bëjnë njerëzit. Yad'una lahu al-walad, pretendojnë se Zoti ka fëmijë, thumma yu'afihim wa yarzuquhum, më pas ai i ruan, i shëron, i mbron ata dhe i furnizon. Në këtë hadith që transmeton Buhari dhe Muslimi, pra ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu e tepron, i kalon kufit dhe me Zotin e tij, duke sharë, duke fyr, duke mohuar, e megjithatë Allahu subhanahu wa taala me rahmetin dhe mëshirën e tij i ruan, i mbron, i shëron dhe i furnizon ata andaj nga se presin. Në hadithin e tjetër të Nuwas bin Sam'anit radhiyallahu anhu, thot qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot: "Ma min qalbin illa bayna isba'ayn min asabi'ir rahman." Nuk është ndonjë zemër vetëm dijeni se ajo është në dorën e Zotit. Edhe pse hadithi i pejgamberit ka përmendur në 2 gishtat e Zotit, por ka thënë në dorën e Zotit, inshallah qama wa insha azagu, nëse i dëshiron e bën atë të drejtë qëndrueshme në fenë e Zotit, nëse dëshiron e bën atë e shmang atë nga vërteta, nga besimi. Çka tregon që njeriu zemra e tij është në dorën e Zotit subhanahu wa taala. Zemra e tij është në dorën e Allahut, e megjithatë ai bën durim për robën e tij, e do robën e tij më shumë se nëna që do fëmijën e saj. Ka thënë pejgamberi sa në hadithin tjetër, po të Sam'anit radhiyallahu anhu, Nawas ibn Sam'anit thot: "Ya muthabbit al-qulub", në duat e pejgamberit sa ka qenë: "Ya muthabbit al-qulub", o ti që i bën zemrat të qëndrueshme. "Thabbit qulubana ala dinik", bëj zemrat tona të qëndrueshme, të forta në besimin tënd, në fen tënd. Në hadithin tjetër qal: "Wal mizanu bi yadi ar-rahman", peshorja është në dorën e Zotit subhanahu taala. "Yarfa aqwaman wa yakhfidu akharina ila yawm al-qiyamah", pra peshorja e punëve të mira është në dorën e Allahut azza wa jall, ngrehet atë popull dhe ul popull të tjerë deri në ditën e Kiametit. Prandaj që besimtari nuk duhet të japi siguri vetes që ai është i padevijueshëm, i pagabueshëm, që ai është i qëndrueshëm gjithmonë, jo, duhet ta shoqërojë pra jetën e tij, besimin e tij, qëndrueshmërinë e tij me lutje ndaj Zotit subhanahu taala, duke lutur Allahun azza wa jall që t'i bëj zemrat e tyre të qëndrueshme në fenë e Zotit dhe të qëndrueshme në provave, fitneve, dyshimeve dhe egove tona njerëzore. Në hadithin tjetër të Abdullah ibn Mas'udit, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ahadin aghyaru min Allah." Ka thënë askush nuk është më xheloz se sa Allahu subhanahu wa taala. "Min ajli dhalika harrama al-fawahisha wa ma ahadun ahabba ilayhi al-madhu min Allah." Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është askush më xheloz se sa Allahu, për këtë arsye i ka ndaluar veprat e këqija dhe gjunahet. Dhe wa ma ahadun ahabba ilayhi al-madhu min Allah, dhe askush nuk meriton të lavdërohet dhe të madhërohet se sa Zoti subhanahu wa taala. Kjo është më e dashur për besimtarin dhe për Allahun me gjitha, që Allahun ta lavdërojmë ashtu siç e meriton. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në hadith në transmetimin e Muslimit thotë: "Wa laysa ahadun ahabba ilayhi al-'udhru min Allah." Nuk është dikush që e do më shumë arsyetimin, arsyen
që të arsyetoj robën e tij se sa Allahu subhanahu wa taala min ajli dhalika anzala al-kitaba wa arsala rusul, për këtë arsye e zbriti librin dhe dërgoi pejgamberët, pra që njerëzit mos kenë të nesër në ditën e gjykimit arsye përpara Zotit që ne nuk e dinim, nuk kishim njohuri, nuk e kishim mësuar. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala u zbriti atyre libra, u zbriti atyre pejgamberë që të udhëzojnë ata në rrugën e drejtë, që mos kenë nesër arsye përpara Zotit në ditën e gjykimit. Në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allaha yagharu wa ghayratu Allahi an ya'ti al-mu'mina ma harrama Allah. Për vërtet Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhelozon, dhe xhelozia e tij është që dikush për besimtarët të shkojë dhe të thyej kufijtë e Zotit për gjërat që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe Zoti xhella xhelalu i ka ndaluar haramet që ta bëjë robën e tij pjesë të xhenetit. Pra i ka ndaluar haramet, veprat e ndaluar, i ka lejuar atij shumë gjëra të tjera për ushqimeve, veshjeve, gjërave të dobishme në jetën e përditshme, pikërisht që besimtari të heci drejt rrugës xhenetit derisa të arrijë atë me lejen e Allahut. Prandaj dhe Zoti është xhelos, nuk ja do të keqen robit e tij, ja ka ndaluar të këqijat, haramet dhe gjërat që dëmtojnë fenë e tij, besimin e tij, moralin e tij, pasurinë e tij, dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala xhelozon për robën e tij, edhe pse Allahu xhelozon për robën e tij, do të jesh njerëz që me keqardhje i fin kufijtë të Zotit, i ka përcjell kufijtë të Allahut azza wa jall. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.